përshëndetje, mirë se keni ardhur tek video i radhës. Atëherë quhem Silvia për të gjithë ju që keni për herë të parë që keni klikuar këtë video dhe për të gjithë goca që jeni rikthyer tek kanali im YouTube-it. Atëherë mirë se keni ardhur. Ne jemi duke shkuar në Delaware me Olenin. Ryanin e kemi lënë në shkollë, e kemi lënë. Është në shkollë sepse ditë shkolle sot do të marr. Sepse na duhet të blejmë disa gjëra dhe në Delaware, për të gjithë ju që nuk e dini, nuk ka sales tax siç ka këtu në Philadelphia. Në Delaware ne kemi afër, kemi vetëm gjysmore 40 minuta varet nga trafiku larg. Dhe duke qenë se pajisjet që ne do marrim kushtojnë pak, atëherë vendosim që të shmangim sales tax-ën. Kim tani koha jashtë është super e bukur, ka dalë dielli dhe është vërtet shumë ngrohtë. Kisha vetë për kohën. Më festin gocat e mia për kohën. Okej, faleminderit. Faleminderit. Edhe i taktim ty të shohin ty se është shumë i bukur. Koha është shumë e bukur sot. Çu duhet ta kisha kohën kur kisha ditëlindje duhet të thosh. Po kishim kohën, ditë. Po vren si unë, si gruaja. Unë në fakt sot nuk e kisha në plan për ta marrë pushim nga puna, në fakt nuk e kisha në plan. E kisha një gjysmëndje të keqe për ta marrë pushim. Ndërsa Oleni kishte marrë 90%. Ndërsa Oleni kishte marrë pushim që të premte. Po të rrim në shtëpi ti do virrive unë. Po tani Fala e kisha ndarë mendjen që dije, se dije që unë do rria. Mirë, me vetën ti me e kisha ndarë, po nuk e kisha ndarë me miqtë dhe familjarë. Kisha ndarë mendjen që do rria se e di që ti e pushim. Pra se kisha vendosur alarmin se do të çohesha në orën 6, të ra alarmi, çmendja alarmi dhe ne kisha te veshi, po binte aq shumë dhe për të heqë trafikja. Tash ne ç'po bie në fakt se unë kisha vendosur pushim. Kush e ka më këtë alarm? Edhe po dhe jo. Qa po jo, po tamam, 100%, 90%. Okej, kështu që ne tani do ikim në Delaware të marrim çka kemi për të marrë, edhe do kthehemi përsëri mbrapa dhe të bëjmë të gjitha punët e shtëpisë, se unë kam mendje të punët e shtëpisë. Në fakt do të kisha dhënë në shtëpi, do të kisha për punët, të bëja laundry, të rregulloja, të sistemoja, të editoja, të bëja gjithë këto gjërat që kam unë qejf të bëj, por burin ata do shkojmë në Delaware, kështu që do ikim në Delaware. Do doja shumë në fakt të shikonim në çik Delaware-in për dalë po patëm kohë. Por po mundojmë që të kthehemi në kohë për të marrë Ryanin nga shkolla sepse mbaron në 3:30. Dhe në orën 10:30 do jemi në Delaware. Hello, pas shumë ditëve, atëherë unë kam diku tek një javë, ndoshta më shumë që nuk e kam hapur fare kamerën dhe vendosa ta hap sot duke qenë se është ditë e diel dhe jemi pushim nga puna dhe mund t'ju tregoj gjëra më shumë se sa ditët e tjera që jam në punë. Atëherë, Atëherë. Okej, nuk dukem. Okej, mama. Okej, wait. Okej, wait. Okej, si që i thosha, se të gjithë e diel, kohën e kemi super perfekte, jashtë është me thënë freskët, nuk është shumë ftohtë, por është një kohë shumë e bukur me diell. Pas para që kemi të montit, dua t'ju them që jam shumë e lumtur që më në fund e hapa kamerën, pas një jave kam filmuar vetëm një skenë të vogël që kanë shkuar te kafja të shtunën e kaluar me shoqen time Jonën, të cilën e përshëndes shumë. Unë në fakt kam një problem sepse me njerëzit që kënaqen vërtet shumë, kur ulem pranë tavolinë apo kur shkoj që bëj thonjtë ona, filloj flas dhe harroj fare që të bëj content, kështu që nuk e kam hapur më kamerën. Java që ka kaluar ka qenë super e lodhshme për mua, super busy, por dhe java tjetër tani që vjen do jetë super busy. Fëmijët kanë marrë spring break-un. Këtu në Amerikë ndryshon spring break-un nga shteti në shtet, ka shtete që e marrin më përpara, ka shtete që e marrin një javë më vonë, por Ryani e ka pra këtë javë. Do i bëj një update të shkurtër, mua ka ardhur kushëri im nga South Carolina, të cilën në fakt kisha 7 vjet, në fakt Ryani është 8, kisha mbi 9-10 vite që nuk e kisha takuar. Jemi takuar në Shqipëri shumë kohë më përpara, sepse më vonë ai shkoi që jetoi në Itali, unë erdha në Amerikë dhe emigrimi na bashkoi që të takoheshim pra pas 10 vitesh në Amerikë.
Në këshillim ka ardhur në South Carolina me llotari amerikane dhe ishte një ndër njerëzit e fundit që ka ardhur në llotarin amerikan përpara se Trumpi t'i mbyllte, kështu që jam shumë e lumtur që është këtu me ne. Sot do shkojmë te TJ Maxxi sepse unë dua të blej disa gjëra të vogla për gocën e tij, edhe do jetë një kënaqësi vërtet shumë e madhe sepse unë vdes për gocën dhe mezi po pres të kem edhe gocën time, pra të bëj gocën time dhe të blej gjëra të bukura, cutesy, pink, kordele, fustane të bukura me lule, gjëra të tilla, vdes mbaroj. Dhe dua t'ju them të gjitha gocave që shumë faleminderit që keni menduar se unë në videon e New Yorkut isha shtatzan, por realisht nuk kam qenë shtatzan, thjesht kam qenë atë periudhën time të muajit që normalisht është ajo fryrja që e kanë të gjitha gocat, por problemi më i madh nuk është vetëm fryrja e asaj jave, por është që unë jam shëndoshur pak. Okej, këtë po e pranoj me gojen time, jam shëndoshur pak. Kam filluar të shkoj në palestër 2 herë në javë me shoqen time të punës, por po mendoj që javën që vjen të shkoj më shpesh. Por nuk është çështja vetëm tek palestra. Të jemi të sinqertë, të jemi real, nuk është çështja shkon në palestër dhe ktheu në shtëpi dhe ham Nutella me lug. Çështja është që do të shkosh në palestër të kesh edhe një dietë pra të mbajmë pak gojën, sepse unë realisht kur jam e stresuar ha vërtet shumë. Dhe këtë kohë në fakt kam qenë pak sa e stresuar, e lodhur dhe normalisht përfundojmë duke ngrënë më shumë se sa zakonisht. Atëherë, ndalesa jonë e parë për sot do jetë TJ Maxx, do ju tregoj pastaj se çfarë dhurate më ka ardhur nga Shqipëria, se çfarë vjerra ime më ka sjellë nga Shqipëria, në fakt çfarë unë i kërkova motrës time që t'i jepte vjerrës time nga Shqipëria. I kam kërkuar në fakt vetëm një gjë, të cilën do ta tregoj dhe është diçka vërtet shumë e bukur që mezi po prisa që ta kisha në dorën time dhe duhet që patjetër të bëj një unboxing dhe të bëj një content të bukur. Po e mbyll kamerën tani dhe bashkë shifimi te TJ Maxxi, muroni faqe të gjej gjëra të bukura dhe gjithashtu do shikoj ndonjë gjë të vogël për vete, pse jo, sepse flokët e mia, të dashur njerëz, e di që unë kam setin e Olaplexit në shtëpi, por a thoni ju se e kam përdorur? Normalisht që jo, se gjithë produktet që unë i marr dhe nuk i përdor, edhe flokët e mia tani nga fundi vërtet janë rritur shumë, po këto majet nga fundi bëhen vërtet shumë keq. Pra bëhet si të ngatruara, janë të thata. Do të ka ndikuar hera e fundit që unë i lyeva flokët sepse harrova të vendosja serumin para bojës, ndoshta jo mi thao shumë, por gjithashtu më duhet që të marr edhe vitamina për flokët sepse këto janë rritur. Unë mirë shumë ushqim nuk është e ha, kështu që normalisht që duam vitaminat të tyre që të jenë sa më të shëndetshme. Por kemi vërtet shumë gjëra, kjo periudha tani është vërtet shumë busy dhe crazy për mua sepse po hapim diçka të re me Olenin, edhe më duhet që në fakt na duhet të dyve që të jemi pra në kokë te kjo gjëja që po hapim. Edhe më duhet që të merrem vërtet me shumë gjëra, plus punën që kam, punën tetorarshe, plus të punët e tjera që bëj si content creator, sepse edhe qendra masazhit që unë po punoj si fotografe më kërkoi përsëri që të shkoj të bëj një content. Kështu që kemi disa gjëra në fakt me të cilat unë realisht duhet të merrem shumë, por do bëjmë avash. Pra çdo gjë do marrë kohën e vet, që mos stresohemi edhe të arrijmë të nxjerrim gjëra vërtet të bukura. Atëherë po tregoj një gjë të fundit përpara se të iki, thonjt e mi cutesy që tashmë e dini që unë thonjt e mi bëjte ona dhe vendosa të shkoja me këtë modelin. Në fakt unë doja diçka pink. Po motra më tha, nëse unë do arrija t'i bëja thonjë, sepse motra ka një problem me thorin, do t'i bëja këtë modelin dhe thash, okay, më pëlqen shumë që kjo është French me këtë printin e bukur, pra si leopard, edhe këtë lulen që ka bërë ona dhe këto guret e vogla. Pra janë vërtet shumë të bukur. Here we go now. Ja, do ikim. Ripin ti që të ikim. Ve ripin. Okay. Shumë i but. Nuk e kam as reklam, as bashkëpunim me onën, as gjë, por është thjesht eksperjenca ime personale që vërtet ona i qanë thonjt. Dhe unë në fakt në fillim kur kam ardhur në Amerikë nuk i bëja thonjt, sepse normalisht ti jemi realist, janë të shtrenjtë, nuk është se janë si në Shqipëri që i bën me 10.000 lekë apo 15 apo 20, janë diku tek 40, 50, 60, 70, domethënë varet nga modeli që ju kërkoni dhe zgjidhni. 80 ka raste që shkojnë në 100, 120, në raste ekstreme fare kur janë shumë të gjatë. Por unë nuk ri dot pa thonjt. Domethënë përveç se pjesës që i kam fiksim që t'i gacmoj dhe t'i ha thonjt, okay, tani nuk është se i ha më siç i haja përpara, por kam fiksim edhe kur janë kështu plastik, domethënë kam fiksim që t'i gacmoj. Dhe gjëja e mirë është që të paktën kur i ke thonjt e bërë ngjan dora super bukur. Come on, show me that you've got it, or I will run over your soul. I'm wild chaos dripping, I'm flawless. We go out of control, stay right. Clockwise, scream my name all night. Take your prize, improvise. Boy, you run me like a wolf, bring it on really good. Every second not so smooth. Can't you tell, can't you tell? You get us going like you should.
Okej, këtu është këndyn i unboxing, ku bëjmë gjithmonë unboxing ton, dhe tani të regoj pak se çfarë kam marrë tek Rossi. Në fakt doja të shkoja te TJ Maxx siç e thash, por duke qenë se Rossin e kisha më afër, atëherë shkova tek Rossi. Po nis direkt me këtë qesen e bukur, ku do vendos të gjitha dhuratat që kam marrë për gocën tonë të vogël. Kam marrë një qese të madhe dhe shpresoj që të arriti nxjerrë të gjitha gjërat që un kam marrë. Atëherë këto janë të gjitha dhurata, por duke qenë se kushëri këto dhurata do t'i marri pra direkt, atëherë vendosa që t'ua tregoj. Duke qenë se janë gjëra cute për goca. Atëherë gjë e parë që kam marrë janë këto fjongoll, të cilat janë me ngjyra të ndryshme dhe janë shumë të bukura dhe goca e vogël e ka flokët kaçurela dhe i ka shumë qejf këto fjongoll, kështu që vendosa që t'i merrja këto që janë me ngjyra të ndryshme. Këtë çantën e mora për nuse në kushëririt për kunatën time, ta quaj kunat, por më nuk më qenë pak fjala kunat, nuk e di se pse, edhe është kjo nga Steve Madden, është vërtet shumë e bukur, është kafe, është crossbody që mund ta kombinosh me çfarë do lloj gjëje, pra shumë praktike, edhe ka këtë detajin e vogël këtu, okay, se hoqa shumë shpejt, që lexon gjithashtu Steve Madden. Nuk pëlqeu vërtet shumë, nuk e di nëse ka rrip të shkurtër tjetër apo jo, por më duket se ka vetëm këtë gjatin. Ka vetëm këtë gjatin. Por është shumë e bukur. Për mendimin tim, është shumë cute. Këtë e ka marrë prapë për gocën, edhe këtu ka gjëra të ndryshme, ka këto si arusha që i vendos si unaza. Këto janë gomë, ka laps, ka stilo laps, ka një lip gloss, ka një libër të vogël si ditar, ka një portofol ku mund të fusi gjërat e vogla të sajat, edhe kjo më duket se janë thjesht gure që i ngjit. Edhe mendoj se është shumë cute. Atëherë ka marrë këto të dyja, të cilat janë shumë të bukura, janë me minin. Edhe këte nga mbrapa gjithashtu janë me minin. Janë një palë portokalli, po. Një palë lila edhe një palë në ngjyrën pink. Edhe janë vërtet shumë të bukura dhe mendoj se për kohën tani në pranverë do jenë perfekte. Thjesht shpresoj që mos kem gabuar me masat. Kjo është një pako e cila ka vetëm lidhse për flokës, sa ngordh për gëshetat, edhe këto janë si kapsa të vogla me zemra. Kjo më duket se është si tip varse. Edhe këto kapset e vogla pink edhe purple. Sa e pash të setin e bukur, më duk shumë cute, më pëlqeu vërtet shumë. Është i verdhë edhe ka këto si fjongo, si lule, edhe është me pantallona të gjera nga poshtë, edhe është vërtet shumë i freskët, pra është ky materiali që është i freskët, edhe besoj se t'i shkoj shumë. Edhe moralisht më pëlqeu dhe shpresoj shumë që dhe gocës t'i pëlqej. Gjithashtu i mora një çantë të vogël, duke qenë se shkon në daycare, ja mora me Stitchin, është pink. Unë ngord për Stitchin për veten time, kështu që thash, duke qenë se unë e kam qef Stitchin, dua që ta ketë kujtim nga unë, edhe besoj se t'i ngjaj shumë bukur dhe t'i pëlqej. Kam marrë gjithashtu një set tjetër, por ky kam frikë se ndoshta ja kam marrë të vogël, nuk e di. Besoj se jo, sepse këto pantallonat janë si tip treqerekshësh, pra nuk vinë të gjata deri në fund, janë si tip jeansi, po është jeans kështu i holl, është materiali holl, edhe ka këtë jelekun që është shumë i bukur dhe gjithashtu një kapele të vogël për në verë. Shpresoj që t'i bëj, po do pyes kushuririn nëse i bën si masa apo jo, që nëse nuk i bën, domethënë të shkojmë dhe t'ja ndrojmë. Ky fustani ishte vërtet shumë cute, është me lule shtrydhe, edhe kjo ishte masa 3. Edhe ka dhe gjithashtu këtë fjongon që mundesh që ta kombinosh edhe të lidhi topuzin në staj të bukur. Edhe me një palë sheshka do shkoj shumë cute. Ja kam marrë të ngjyrat më shumë si të verdha, sepse e verdha dhe ngjyra boqiell të verdh do janë on fire. Kështu që doja që t'i kishte. Gjithashtu kam marrë një lipozan i cili është prapë me Stitchin për buzët, edhe ka dhe këtë këtu që mund t'ja vendosti. Ta marri te shkolla dhe t'i lyej te shkollat e kopshti. Kjo pastaj ishte një tip çante e vogël që ka gjëra të vogla kështu me make-up-e, ka krëhër, ka 2 buskuq, më duket se ka parfum, pra gjëra të vogla gocash. Dhe doja që t'ja merrja që t'i ketë pra që të luaj vet aty tek shtëpia. Kjo më duket se ishte gjëja e fundit që kisha marrë, po. Gjithashtu kam marrë për kushuririn tim, i cili sot ka dhe ditëlindjen dhe uroj të bëhet 100 vjeç. Është në ngjyrë bezh, lexon Humble, e ka kështu. Është shumë e bukur, thjesht kam pak problemin e masës, edhe këtë para është e bukur, sepse kushuriri im në fakt është i gjatë, dhe ishte zgjatë vërtet shumë që nga hera e fundit që unë e kisha parë, edhe ka dhe këtë shkrimin këtu në fund që lexon Chase the check but always stay humble. Kështu që mendoj se është shumë e bukur. Nëse kushuririt këtë do t'i bëj, ta gëzoj edhe shpresoj që t'i pëlqej dhe t'i ri mirë. Gjithashtu kam marrë edhe një portofol që është nga Steve Madden. Okej. Është kap, se në fakt thonë që portofolet e zinj është e mira që ne mos t'i mbajmë, sepse ngjyra e zezë tek portofolet nuk është se sjell ai shumë fat. Edhe vendosa që t'i merrja këtë që është lëkur, edhe është në ngjyrë si kafe të errët. Edhe
Normalisht do t'ja paketoj, se s'dua të prish edhe thonjt. Filluan komplimentet e thonjt e një njerë. Thonjt e parë që kanë bërë te ona, kanë bërë namin me komplimente, nuk ishte njeri që më shikonte në rrugë apo në market apo në dyqan dhe të më thoshte sa të bukur që janë. Dhe sot që mora kafen tek Starbucksi, më tha goca, "Ua, sa të bukur thonjt, ku i ke bërë?" I thash është një gocë shqiptare që i bën, jeton në Philadelphia, edhe më tha që kishte shumë dëshirë ti bënte dhe i bëri një foto. Shpresoj shumë që të bëj një booking te ona, sepse realisht ona i qan, dhe herës tjetër kur të shkojmë tek ona, unë nuk do bëj vetëm thonjt, por do bëjtë diçka tjetër të cilën do ta shikoni tek një nga videot e radhës. Atë ky është portofoli për kushuririn dhe mendoj se kjo ishin, kam edhe një çokoladë Milka, të cilën këtë e mora për vete dhe është me Oreo. Unë në fakt jam një njeri që nuk e kam qef Oreon, në fakt nuk e kam pasur qef Oreon, por nuk e di se kohët e fundit janë fiksuar me Oreon. Atëherë këto ishin të gjitha gjërat, unë të sistemoj bukur tek çanta e madhe dhe shpresoj shumë edhe një herë që të gjithë t'ju pëlqejnë dhuratat që unë kam zgjedhur. Kam marrë thjesht një gjë të vogël për secilin edhe shpresoj shumë realisht t'i pëlqejnë. Kështu që unë tani do iki, do ndrohem sepse duhet të shkoj nga Oleni. Oleni është me kushuririn tek shtëpia prindërve të Oleni sepse po merremi me diçka që ju thash para që kemi nisur diçka të re të cilën na duhet që ta mbarojnë sa më shpejt dhe kushuriri është duke na ndihmuar dhe falenderoj vërtet shumë nga zemra kushën që erdhi nga South Carolina për të na ndihmuar pra me këtë projektin tonë të vogël. Mimosa Sadiku, Pelham Sadiku. Mimosa Sadiku, Pelham Sadiku, kështu që po merr mami, po vazhdoj po flas me të shtëpisë edhe bashkë shikemi më vonë. Hello nga dita tjetër, atë mua më shikoni përsëri tek ky njëjti kënd dhe kuptoni tashmë që është koha për të bërë një unboxing tjetër. Por sot dua që t'rregoj dy nga dhuratat të cilat unë kam marrë dhe jam shumë e emocionuar për dhuratat që unë kam këtu. Njëra është, nëse unë ju tregoj njëra nga qeset dhe kuptoni direkt nga është, kështu që po t'rregoj direkt qesën e parë, e cila është kjo. Është një çantë shumë cute dhe brenda ka një dhuratë nga shoqja ime e punës. Është shoqja me të cilën unë bashkëpunoj si content creator dhe më ka bërë dhuratë diçka shumë të bukur dhe nuk është nga Amerika, por ka ardhur nga Shqipëria. Në fakt ditën e lindjes shoqja më tha që kam porositur diçka, po do vonoj pak të vi. Pastaj një javë më vonë më tha, "Shiko Silja, se ajo po vonon kaq shumë sepse po vjen nga Shqipëria." Dhe unë thash nga Shqipëria, po tha kam porositur diçka nga Shqipëria. Dhe unë në fakt po mendoja ndoshta ndonjë veshje, nuk e di sepse më kishte shkuar mendja tek bluzat Ilirian të Noisy, sepse unë ato vërtet i kam shumë fiksim edhe kemi pasur. Por janë të bëhem me një njollë e cila nuk ikte, kështu që normalisht e kam hedhur, por kam shumë qejf që t'i rimarr përsëri dhe të kemi meçi të tre, pra unë, Oleni dhe Ryan. Në një nga bisedat tona që po flisim për librat, kam treguar që unë vdes për Harry Potterin, kam lexuar në gjimnaz të gjitha seritë e Harry Potterit. Dhe i thashë në Shqipëri kam të gjitha librat e Harry Potterit, përveç se më duket nuk kam dy seritë e fundit të 7-ës në mos gaboj, ndërsa libri i parë, Harry Potter 1, që është guri filozofik, më është derdhur ujë te pjesa e librit dhe më është prishur, kështu që kam vendosur që ta hedh dhe nuk e kam më tek libraria ime në Shqipëri, pra kam vetëm nga 2 deri tek 6 në mos gaboj. Dhe i thash janë diçka që unë i kam vërtet me shumë vlerë, sepse kam qenë vërtet fanse shumë e Harry Potterit dhe kam qenë që ato libra në fakt i marr ti kem këtu në Amerikë, sepse dua që në momentin që Rani të mësoj mirë të lexoj shqip, të mundet që të ti lexoj dhe dua të kem vërtet një kujtim. Libri është këtu. Edhe është libri Harry Potter 1 dhe është në shqip. Në fakt kopertina ka ndryshuar shumë nga Harry Potter i parë që unë kam pasur, pra nga libri që unë kam pasur, ka ndryshuar kopertinën dhe nuk e kanë bërë Harry Potter dhe guri filozofik, më duket se ka qenë atë kohë, po e kanë bërë guri filozofal. Por është vërtet një ndjesi që nuk e di, nuk mund ta shpjegoj dot, është gjithë domethënë brenda në shqip, domethënë po pres realisht ta filloj. Dhe ndoshta ky do jetë një augur i mirë që unë të filloj të lexoj libra, sepse mund t'ju them që kam pa lexuar libra. Nuk duat më paraqikoni, por kam vërtet shumë kohë pa ulur dhe pa lexuar një libër nga fillimi në fund pra që ta mbaroj. Nuk po flas për libra që kam nisur dhe si kam përfunduar, por libra që ti nis edhe ti mbaroj. Dhe kjo do jetë një gjë e mirë që unë të filloj të lexoj përsëri libra dhe sigurisht që kjo ka për të mbaruar brenda natës, sepse fiksimi im është që nëse më pëlqen vërtet shumë një libër, e lexoj në mënyrë rekord, domethënë e kam këtë që të keqe dhe të mirë njëkohësisht, por dua që të filloj dhe të lexoj më shumë libra në anglisht. Atëherë kjo ishte dhurata ime e parë dhe jam vërtet shumë e lumtur. Nuk e di se sa duket lumturia ime në fytyrë, por realisht në momentin që ma solli tek laboratori isha, sot i fat. Realisht, domethënë më pëlqen shumë. Tani, te kjo kutia këtu kemi përsëri një libër, do thonë ju Silvia që nga çmendur njerëzit pas kanë dëruar vetëm libra, por kjo në fakt ishte një kërkesë e imja, të cilës ja kërkova motrës dhe në fakt motra ma bëri dhuratë sepse ajo e ka paguar, edhe është nga Mbire Studio. Atëherë, është e kotë në fakt që unë t'ju flas për Mbire Studio sepse gjitha i gocat e ndiqni janë në YouTube dhe në Instagram.
por mund t'i them vetëm diçka. Jam habitur shumë nga cilësia që ka pasur si paketimi dhe si mënyra se si Rea e ka organizuar dhe ka paketuar të gjithë pra kutin. Shoqja që më dhuroi në fakt librin e Harry Potterit, a ka diçka të ngjashme që duhet ta keni parë edhe herë tjetër, Vision Board, edhe ajo më ka pëlqyer vërtet shumë, por në krahasim me detajet që Rea ka zgjedhur të përfshijë tek paketimi i kësaj, ishte on top. Më pëlqen shumë që ka këtë pjesën e detajeve këtu nga brenda te paketimi, edhe ka këtë zemrën e vogël nga ana tjetër. Atëherë, këtu është gjëja më kryesore dhe më e bukur ever. Atëherë, mbi Re, më në fund ajo zgjodhi veten, ndërro, planifiko, realizo. Do të thënë që te kartoni sa e hapi ke të gjitha, domethënë detajet perfekta. Këtu kemi kartolinën e Mbire Studio. Faleminderit që zgjodhe Mbire Studio. Ky planer është menduar për të ndihmuar të gjesh ritmin tënd, të organizosh me qetësi dhe të gjesh bukurinë e gjërave të përditshme. Dhe unë kam kaq shumë ditë që nuk e shkruaj fare në planer, as në planerimi i madh që kam, dhe mezi po prisja që ta tregoja juve sot dhe të filloj edhe ta përdor. Edhe këtu kemi mbi Re. Rea ka menduar në detaje. Më po merr kushëria tani në telefon, kështu që kushërir kur të shikosh videon, dihet se kam qenë duke filmuar. Ok, do ta marr për pak. Atëherë, unë mendosa që të shkoja me kuprintin. E keni parë që ky kuprinti tani është shumë in, pra për vitin 2026. Prisa na erdhi burri, kështu që do ta lë për pak. Brenda tek libri ka këto stikerat që Rea i ka vendosur. Ne ke pa tregoj nga afër, janë këto në fakt që janë për të mbajtur shënim librin. Diku mes ëndrave, je mirë me veten, je shtëpia ku kthehesh çdo ditë. Domethënë këto janë për të vendosur te libri, për të mbajtur faqen. Këto vendosin te libri Harry Potterit. Këto janë stikerat që kjo goca këtu ngjan shumë po shumë me Rean. Edhe Ruçi, edhe këtu kemi biskota me reçel lule shtrydhe, këtu kemi recetën që Rea ka zgjedhur të vendosi pra tek ditari. Dhe këtu kemi kalendarin e 2026. Këtu kemi deri në qershor dhe këtej mbrapa kemi deri në dhjetor. Më pëlqen vërtet shumë. Edhe kjo pamja këtu që sa hapet, domethënë kopertina nga brenda është super e bukur. Pastaj për të folur për pjesën e organizimit, është një dashuri më vete. Do jetë vërtet shumë ndihmuese për të bërë. Gjithashtu Rea ka menduar edhe për listën e shpenzimeve tek plani javor. Atëherë unë po vazhdoj këtë pjesën e mbetur të videos në voice over, sepse më është fikur mikrofoni, nuk e di sepse, ka qenë fakt që në udhëtimin e New Yorkut që më ka bërë këtë lloj problemi dhe këtu duke treguar pra librat që unë kisha marr dhurat dhe u ignoroj një pak zërin tim sepse normalisht tani që po editoj videon jam smur me grip, por këtu jam duke treguar kamerën e re që unë kam marr, pra kjo është kamera Canon, në fakt nuk është e re, por e re për mua sepse motra ime në fakt ka disa vite që e ka, por duke qenë se ke bërë disa foto shumë të bukura në Saran në verë në plazh, herë motra më thani ose unë e doja si kamerë dhe duke qenë se ajo nuk e përdorte atëherë ma nisi me vjerën. Kjo në fakt është një kamerë të cilën unë dua më shumë që ta përdor për pjesën e fotove, sepse për pjesën e videove unë kam kamerën Sony dhe mendoj se i nxjerr foto shumë bukura. Duke qenë se mua më duhet të krijoj pra content për në Instagram, YouTube edhe për faqet e biznesit me të cilat unë bashkëpunoj, atëherë mendoj se kjo kamera më duhet. Kështu që ju falenderoj shumë që keni ndjekur këtë video, ne bashkë shifemi te video radhës dhe shpresoj mos të bëjmë mungesa kaq shumë të gjata. Mos harroni të bëni një subscribe dhe kujdesuni për vete. Bye!